Halleluja. Lavdi Zotit. Është shumë mrekullueshme ta adhurojmë Zotin bashkë. Mund të uleni? Mund të uleni? Tani është koha kur You may be seated, get some rest tani do for të kemi yourself. disa kohë për veten tonë. Now we will have some time for ourselves. Edhe besoj që Zoti do të na flasë sot. And I believe that God will speak to us. Kemi 3 miq që na kanë ardhur, 2 nga Gjermania dhe 1 nga Greqia. We have 3 friends that are here. 2 of them are from Germany and Vlla one is Peteri from bashkë me Greece. Nik ka ardhur nga Gjermania Peter and Nick, they have come from Germany. dhe kemi vlla Gjorgjin që ka ardhur nga Greqia. And our brother George, that he's from Greece. Për ata që nuk e njohin, Peteri ka qenë fakt një nga persona që na ka bekuar, është lutur për ne, po dhe na ka bekuar në kohën e përmbytjes. For those who don't know, Peter, he has been the one who has supported us in prayers during our flood period. Edhe është një mik që e do shumë Shqipërinë. And it's a very good friend that loves Albania so much. Tani Gjermania vazhdon të jetë toka premtuar e shqiptarëve. Germany still is the promised land for Albanians. Po ka disa njerëz që e lejnë Gjermaninë për Shqipërinë. But there are some people who leave Germany because of Albania. Për të na treguar ne të vërtetat e Zotit. To show us the truths of the Lord. Kështu që unë dua të ftoj Peterin. So I'd like to invite Pastor Peter Për të na treguar fjalën e Zotit. to share with us the word of God. Welcome. Good morning. Mirëmëngjes. It's a joy to be with you. Është gëzim të jem me ju. And I feel that you have a lot of joy. Edhe ndjej që keni shumë gëzim. This morning I will share a little bit of my life. Këtë mëngjes do të ndaj pak nga jeta ime. You know, in Germany, I come originally from Austria, then I go to Germany. Origjina ime është nga Austria dhe më pas vjen Gjermania. But normally in this area, everybody is a Christian. Por në këtë afër këtyre shteteve, të gjithë janë të krishterë. So normally you would not think so much about religious or faith because this is normal. Edhe nuk mendon shumë për fen apo besimin, sepse është normale të jesh i krishterë në ato shtete. But as I was, I learned mechanic engineer. Unë jam një inxhinier mekanik. And so after I finished and I start to work, Ndërsa mbarova shkollën pra edhe fillova të punoja, I had a lot of theoretical things learned. pra kisha shumë teori të mësuara gjatë jetës. But after I come into the practice, I realize I do not know really so much. Kur arrita të praktikoja ato që kisha mësuar, kuptova që nuk kisha mësuar daj sa duhet. So I start to work and see I cannot do this just with theory. Pra, fillova punën, edhe thash, nuk mund ta bëj këtë gjë vetëm duke ditur teorinë e asaj gjëje. And if I have a question, I have to go to my boss. Dhe nëse kisha pyetje, duhet shkoja gjithmonë tek pronari. And he told me, or he reacted on my question, read in the Bible. Edhe ai reagonte dhe thoshte, lexoje në Bibël. And but he meant the technical handbook. Por ai kishte ndërmend të thoshte për atë librin që të jep udhëzimet teknike të një diçkaje që do të vesh në punë. They say to the technical handbook Bible because everything what is in the technical handbook is true. Sepse çdo gjë që shkruhet në këtë libër me udhëzime teknike do të ndihmojë për ta kuptuar më qartë. But in my life, Por in the real Bible, në jetën time, në atë Biblën e vërtet, lot things are not true for my personal life. shumë gjëra nuk ishin të vërteta për jetën time. You know, if you are just a Christian because everybody is a Christian, Nëse je thjesht i krishterë sepse të gjithë janë të krishterë, you do not know really what is going on. pra ti nuk e din se kush je.
And because I have this funny experience with the technical handbook, Edhe për shkak se kisha këtë eksperiencën qesharake të librit të udhëzimeve teknike, and I took the real Bible edhe kisha edhe Biblën e vërtet, and I cried to the Lord, edhe thërrisja para Zotit, what about your handbook? edhe I thoja, po për librin tënd të udhëzimeve, po atë librin që të më japësh udhëzime teknike. How can this handbook work in my life same as the technical handbook? Pra, si mund të funksionojë ky libër udhëzimesh në jetën time? So for this reason, I decided to go on the road of Apostle Paul, Dhe për këtë arsye unë vendosa që të hec përgjatë rrugës që apostulli Paul bëri, to have some special time for reading the Bible and asking some questions. pra të kisha një kohë të veçantë duke lexuar Biblën dhe duke bërë pyetje njëkohësisht. At this time, I did not know that Apostle Paul was also in Albania and also in Durrës. Edhe unë nuk e dija që apostulli Paul në kohën që ai jetonte ka qenë dhe në Shqipëri dhe madje edhe në qytetin e Durrësit, Iliria. So I went to Turkey Pra shkova në Turqi, and reading the Bible, asking questions. lexoja Biblën, bëja pyetje. So I had several trips, several journeys, Pra kisha udhëtime dhe shkrime të ndryshme ndërkohë, but at a special point, por në një moment të veçantë, it was a normal trip. I was going to the bazaar and speaking with people, drinking tea. pra po bëja këtë udhëtimin e zakonshëm, takoja njerëz, pija çaj, And I was in a carpet dealer shop. edhe isha në një dyqan. What? Carpet dealer. You know, you have on the floor, what is this? Aha, në një So, dyqan the me tapeta. Old carpets. Po, ishin tapet të vjetër, qilima. And he asked me, ndoshta. why do you interested in old one? Edhe ai tha, pse të duaj një I vjetër? And I said, because this country has a long history of Christianity. Sepse ky qytet, pra ky shtet ka një histori shumë të gjatë krishtërimi. And these old carpets, they are a little bit representing the... Edhe këto tapetat e The vjetër, old. qilimat e vjetër e përfaqësojnë, e prezantojnë atë historinë e vjetër të krishtërimit. And suddenly, the dealer said, oh, Christianity. Oh, krishtërimi. So he closed the door of the shop. Let's talk about Christianity. E mbylli atë dyqanin dhe tha, po, le të flasim për krishtërimin. And he said, someone told me a story that a woman was touching the clothes of Jesus and there was a power. E kam dëgjuar këtë historinë, thotë që një grua preku rrobën e Jezusit edhe mori shërim. And he said, is that true? Edhe tha, "A është e vërtet kjo gjë që ka ndodhur?" Yeah, I said, I know this story. E thash, po, e di këtë histori, këtë ngjarje. But if it's true, I don't know. I wasn't there. Po nëse është e vërtetë apo jo, nuk e di, sepse nuk kam jetuar në atë moment. And then he shows his middle finger and he was stiff. Edhe ai tregon gishtin e tij, edhe tregon që ka qenë I ngurt. Po. So he asked, what can we do with this finger? Edhe tha, çfarë mund të bëjmë? And I said, well, let's try, pray. Perhaps we can pray. Thash, le të lutemi, ta provojmë të lutemi. And so at this time I had a friend with me. Kisha një mik me vete, And we took his hand between our both hand. edhe e morëm dorën e tij midis duarve tona, And we just pray some stupid words, nothing special. tham disa fjalë, po asgjë e veçantë. And suddenly, Po this man papritur, started to ky shake zotria filloi të dridhej. on the whole body. Pra I gjithë trupi I tij filloi të dridhej, të shkundej. And after a while, he took away our hands Ne larguam duart nga dora e tij, and he asked, where did you have hidden the electric line? edhe ai thash ndjeu sikur një kështu si energji elektrike, si një rrymë. Because I felt a strong electric power from this finger until to my Sepse heart. ndjeva thotë që kjo rrymë elektrike shkoi direkte nga gishti tek zemra ime. And so the finger was stiff
Pra Or- gishti ishte sërish kështu i After that- ngurt, I palëvizshëm. So nothing's changed with the finger. Pra asgjë s'kishte ndryshuar me gishtin e tij. But it looks like he has an answer about the power. Por duke sikur ai u kundërpërgjigj ndaj kësaj fuqie. So we start to talk, we have some Vazhduam teas, të flisnim, vazhduam të pinim çaj së bashku. and said goodbye, and it was a nice. I tha mirupafshim edhe ishte një takim I këndshëm. Next day we come through the bazaar again. and Ditën hey, tjetër ne hello, shkuam hello. sërish në pazar edhe u përshëndetëm sërish me atë zotrinë e And so kapetave. we nearly see us every day. Pra e shikonim pothuajse çdo ditë atje në pazar. But then suddenly he wasn't there. Por papritur në njëra nga këto ditë kur ne dilim, nuk e pam. And some days we couldn't see him. Pra kishte ditë që nuk e shikonim. But approximately 1 week later, Por rreth një javë më vonë, we just walking by, thjesht kaluam aty, and he was in the shop and see us. ai ishte në dyqan, po na shikonte. Then he ran out of the shop and he just grabs us and shake. You are here again. Doli me vrap nga dyqani dhe erdhi për të na kapur ne. He was really nervous, Edhe ishte shumë nervoz. a little bit crazy. I could not understand what's going on. Nuk e dija se çfarë po ndodhte sepse po vepronte çuditshëm, po sillej I çuditshëm. And after a while, he was talking about crazy things that we could not really understand. Po fliste për disa gjëra që as nuk I kuptonim, nuk dinim, nuk po I kuptonim His se dad çfarë said- po thoshte. In middle of the night, where normally I would sleep very well, Pra në mes të natës ku unë zakonisht flë shumë mirë, I saw something absolutely very special. pash diçka shumë të veçantë, pra ky zotria I tapeteve. So I saw me on the floor Pas- in iron chains, Pash veten time që isha shtrirë në dysheme dhe isha I lidhur me këto zinxhirët për hekuri, and in front of me, edhe përballë a meje person in a white clothes një person me të bardha, with authority in the face. me autoritet pra në fytyrën e tij And on the side, dhe you and your friend. anash ishe ti edhe miku yt. And then he took his hand and go in the direction of me where I was laying on the floor. Pra mori me dorën e tij u drejtua drejt meje dhe donte të më ngrinte nga dyshemeja ku kisha rënë. And out of the hand there comes a very strong light Edhe prej dorës së tij dilte një dritë shumë e madhe. and break the chains. Edhe I theu pra këto zinxhirët me të cilat isha lidhur. And then he shows to my friend and to me and says to him, the way they go, you should go. Pra edhe na tregoi mua dhe miku tim që rruga që ai do të shkonte, do të shkoja edhe unë. And so now I understand about his funny behavior. Edhe tani unë kuptoj sjelljen e tij të çuditshme, paksa He qesharake. was just really nervous to realize and to get the answer, what way do we go? Sepse ai ishte nervoz edhe donte të dinte përgjigjen në cilën rrugë po iknim ne. And so we sit down in his shop, we drink tea again, Ulëm në dyqanin e tij, pim sërish çaj së bashku, and we told him what way we go. edhe I treguam atij për atë çfarë ne bëjmë në të vërtetë. You know, in Turkey, nearly everybody is Muslim. Në Turqi pothuajse të gjithë janë musliman. And so we have to tell him, Kështu që na u desh që t'i tregonim we go the way with Jesus. që ne ndjekim rrugën e Jezusit. And so we tell him, if you want to go the same way as we want to go, Edhe we I go. tham, nëse ti do të ndjekësh të njëjtën rrugë që ndjekim ne, It could be dangerous do të jetë paksa e rrezikshme, because perhaps your family doesn't like it. sepse ndoshta familja nuk do e pëlqej, nuk do e pranoj. But he was just listening every word. Por ai ishte kaq I kujdesshëm sa që dëgjonte çdo gjë që thonim ne. And he read every word what we spoke in his time manager. Edhe shkruaj ti çdo gjë që ne flisnim tek ajo lista e tij. And tek you could libri I really tij. see he was drawing out of us everything what he can catch.
Pra, edhe shikonte me kurjeshtje për të marrë gjithçka që ne mund t'i thonim. And I just tell him that it's something if you go the way we go, Dhe I thash, nëse ti ndjek rrugën në të cilën ne ndjekim, it's nearly the same if you change your national identity. është sikur të ndryshosh identitetin tënd, pra nga vendi I cili vjen, shtetin tënd. For you, perhaps if you go from Albania to Germany and will be a citizen of Germany. Pra, nëse ikën nga Shqipëria në Gjermani, merr një nënshtetësi gjermane po shkove atje. You get a new passport Pra, ju jepet një pasaportë e re. and you come under the rule of the other nation. Edhe do të jesh nën ligjin e atij shteti tjetër ku do të shkosh. And if you have a problem with the rule in Albania, Edhe nëse do të kesh një problem me ligjin shqiptar, and if you change your nationality, edhe nëse ti e ndryshon nënshtetësinë tënde, then you have no problem with the rule in Albania anymore. atëherë s'do kesh më probleme me ligjin e shtetit shqiptar. So, and we told him, if you receive Jesus as the Lord and King, Edhe e tham, nëse ti e pranon Jezusin si Zot dhe si mbretin tënd, so that you know that you change your nationality to the kingdom where he is king. pra ti e ndryshon nënshtetësinë tënde dhe bëhesh pjesë e mbretërisë, duke marrë nënshtetësinë e mbretërisë. And so we try to help him to understand this is not just a simple thing. Pra I tham këto gjëra në mënyrë që ai të kuptonte që nuk ishin gjëra të thjeshta këto. And he said, yes, I want it. Dhe ai tha, po, unë e dua këtë gjë. And so in his nice coffee shop, Pra në atë dyqanin e tij të këndshëm me tapeta dhe qylime të kohës, we all kneel down. ë, We kneel down. Is that- ne yeah? u gjynzuam. And so he said, I give my life to Jesus Christ. Dhe ja dorëzoi jetën e tij Jezusit. And I come under his rulership. Edhe vi nën autoritetin e tij, nën udhëheqjen e tij. He shall be my king. Ai do të jetë mbreti im. And so we declare a little bit more about what this means. Pra ai tha edhe gjëra të tjera, deklaroi edhe gjëra të tjera. And then we were looking in the neighbor shops in the bazaar, where can we get a wine, where can we get the bread? Pra edhe pam në për dyqanet përreth nëse mund të gjenim pak verë dhe pak bukë. So we demonstrate what the disciples did all the days. Për të demonstruar atë çfarë dishepujt bënin në kohën e So Jezusit. they take bread and wine Ne marrim bukën edhe verën to demonstrate that Jesus gave his life for us, për të demonstruar dhe për të shfaqur që Jezusi e dha jetën e tij për ne, so that we can receive forgiveness of our sin. që ne të marrim faljen e mëkateve tona. And he gave us the cup of wine Dhe ai na dha këtë gotën e verës so that we receive his blood, në mënyrë si një simbol për të marrë nga gjaku I tij so we are cleaned by the blood. dhe jemi të pastruar përmes gjakut. And so in also this way we gave him some information what that means for the real life. Edhe në këtë mënyrë I dam një informacion se çfarë do të thotë kjo në jetën e përditshme, pra në jetën And then we që decide po jetonte. this night we will baptize you. Pardon? This night we will baptize you. Atëherë, po këtë natë ne do të pagzojmë. You know, as the first Christians, they just decide to come under the rulership of Jesus Christ. Pra ashtu si të krishterët e hershëm që donin të vinin në nënshtrimin e Jezusit, And then they make a declaration. edhe bëjnë deklarat So to demonstrate that they change their national identity. për të demonstruar që kanë ndryshuar tashmë atë nënshtetësinë ose kujt I përkasin. So you go to the water and you will put under the water. Pra
Pra shkon në një vend ku ka ujë edhe e zhyt në ujë. And this is a demonstration that you died with Jesus. Edhe kjo është një demonstrim që ti po vdes bashkë me Krishtin. You died your old nature. Pra natyra jote e vjetër vdes bashkë me Krishtin. And as you come out of the water, Edhe ndërsa del nga uji, so it is a demonstration that you are risen again është një to a demonstrim new pra, life with Jesus. që ti je i ringjallur sërish në një jetë të re me Krishtin. And so at this time, we did it at night so that nobody will be disturbed or Pakëzimi i këtij angry personi about ndodhi it. gjatë natës, në mënyrë që asnjëri prej personave familjarëve apo të ndryshëm që mund të vinin të shqetësohej. And as this guy comes out of the water, Edhe ndërsa doli nga uji, he spoke 10 or 15 minutes just Bible verse after Bible verse. për 10-15 minuta ai vetëm shpalli vargje biblike, shkrime nga Bibla. And he never wrote the Bible, read the Edhe ai Bible se kishte before. lexuar Biblën as edhe një herë. Deri You në atë know, moment. Jesus said, if you become born again, Jezusi i tha nëse ju do të lindni sërish, born again through the water and in the Spirit, pra të rilindur përmes ujit dhe përmes frymës, then you can go into this new kingdom. atëherë mund të hysh në këtë mbretëri të re. So this baptism is like a door, an entrance. Është tamam si një derë, pra ku ti mund të hysh. And so at this point he received the Holy Spirit. Pra në këtë moment ai mori, u pakzua dhe me frymën e shenjtë. And because of that, he get the download directly. Even he did not read the Bible before. Pra edhe prej kësaj ai mori të gjithë këtë informacionin, edhe pse nuk e kishte lexuar Biblën kurrë më parë në jetën e tij. So we have to fly home short after that. Edhe direkt pas kësaj ndollie, ne na u desh që të shkonim në shtëpi, pra të merrnim avionin dhe të iknim. And this friend was running around and telling everybody about Jesus. Edhe ky zotria, pra jeta e cilit u ndryshua, shkonte gjithandej edhe tregonte për Jezusin, dante dëshmi. But his family was not happy. Por familja e tij nuk ishte fare lumtur për këtë. Some of the family were so angry Disa nga familjarët ishin kaq të mërzitur that they went to the police and they say he did something criminal. sa që shkonin në polici dhe deklaronin atje që ky po bën gjëra që nuk janë të mira, po kryen krime. And they put him in the prison. Dhe kështu që e burgosën. And every month was a trail, but nothing helped. Pra, çdo muaj dilte para gjykatës, pra kishte një seancë gjyqësore, po asgjë nuk ndodhte. But after a half year, as we were praying for him, Mbas një gjysmë viti, pasi edhe ne ishim duke e mbajtur në lutje, I sensed the information I shall go and to deliver him from the prison. e ndjeva që duhet shkoja atje tek vendi i tij edhe ta ndihmoja që të dilte nga burgu, ta lironin. But this is absolutely not logically, Por kjo nuk ishte e arsyeshme as pak, because I am a foreigner sepse unë jam i huaj and për I atë have no shtet, relationship to this man. edhe nuk kisha asnjë lloj, nuk kishim lidhje së bashku me këtë zotrin. But it was so clear in my inner ear, go and I will be with you. Por në veshin tim kisha këto zë, domethënë që shko, sepse unë do të jem me ty. So I took a friend Mora and një we mik me take the vete, next airplane. edhe shkuam, morëm avionin dhe ikëm atje. And then we arrived. Arritëm, We did not know what is the shuttle, the nuk e dinim agenda. fare se ku ishte, And so the next day there was a trail, pra or 2 days later were a dy trail. ditë më vonë pasi ne kishim arritur, do të ishte seanca e tij gjyqësore, do dilte para. But Krishtarve. the day before we asked, can we visit him in the prison? Por kishim kërkuar një ditë përpara seancës gjyqësore nëse mund ta takonim. But if even this is not logical to get an allowance to visit a strange person, Madje edhe kjo nuk ishte logjike që të shkoje të kërkoje takim me dikë që nuk kisha asnjë lloj lidhje. but after a while of
administration Mbas disa procedures, procedurave administrative atje, I got the document. I only alone, my friend, not my friend, can visit him. arrita që të merja një dokument që unë vetëm, pa mikun tim, të shkoja dhe të takoja këtë zotrin. And so I entered the prison, Hyra në burg, and so they close every door behind me. ato mbyllnin çdo derë mbrapa meje, pra ndërsa hyja në për deri atje ku ishte. And I was sitting in one of these cells, Edhe isha ulur në një nga këto qelit, and they only speak Turkish, and I understand not Turkish. edhe unë kuptoja turqisht, I have no gjuhën idea turke. what they are doing with me. Nuk e kuptoja gjuhën turke, dhe kështu që nuk e dija se çfarë po bënin me mua as pak. And I was sitting there for 1.5 hours Edhe isha ulur aty për 1 orë e gjysmë, without knowing what's happened. pa ditur se çfarë po ndodhte rreth meje. It was a very special feeling. Ishte një ndjesi shumë e veçantë. But then they brought me in another room, Më dërguan në një dhomë tjetër mbas 1 orë e gjysmë pritje, and it was such a so-called visitor place edhe ishte një vend shumë i izoluar, with, edhe with a glass between the other me side, një xham që ishte për të ndarë nga pjesa tjetër e and dhomës, we could communicate. edhe mund të komunikonim, And I thought I will encourage him. We are here, we are praying. edhe doja që ta inkurajoja, jemi këtu, po lutemi për ty, And then he is just saying, wait. edhe tha prit. 2 weeks ago, I had a dream. 2 javë më parë, unë kisha pash një ëndër, If you come, I will be free. nëse ti do të vije, unë do të çlirohesha. And he has no communication that we will come. Edhe ai nuk e dinte fare, asnjëri nuk i kishte thënë që ne do të shkonim në atë vend. Because 2 weeks before, we by ourselves did not know that we will come. Sepse para 2 javësh as ne vet nuk e dinim që do të shkonim tek ai shtet sërish. Next day, the trail, Pra ditën tjetër ishte seanca gjyqësore, do dilte para gjyqit. all the persons like the judge and all the officials, Pra të gjithë ata zyrtarët, Changed. gjyqtari dolën. in 10 minutes he was free. Pra në 10 minuta thjesht e liruan. I tha So- ti je i lirë. Absolutely unnormal. Pra diçka që ishte jashtë Because asaj One normalitetit. judge will go through the whole trail and to make the procedure. Sepse ai gjyqtari do të bënte procedurat e tij, do të bënte gjithë ato In the afternoon, pikat e një we seance picked him up gjyqësore. at the prison. Pra dolëm nga burgu, We brought him to the house of his sister, e çuam tek shtëpia e motrës së and she tij, has invited some friends, kishte ftuar dhe ca miq, and all friends, normally Muslims. edhe miqtë e tij ishin musliman. And so we came, and he said, they came and they prayed in the name of Jesus, and this is the reason because I'm Edhe ai free. po u thoshte shokëve të tij që shiko se këta të dy erdhën edhe më çliruan, ata u lutën për mua dhe më çliruan. And so they were, all the friends, they were a little bit angry Edhe këta miqt u inatosën, u because zemëruan, they tried to help him too. sepse edhe ata ishin përpjekur për ta ndihmuar që të So dilte. they bought some amulets, Pra kishin sjell ambulancën, and so there was a kind of witchcraft on these amulets so that he can make free with this. So, Amulets. kishin bërë kështu nuska, pra kishin thënë lutje jo të mira pra për mbi të, kishin shpallë gjëra jo të mira për mbi të. Some put some money under the table to help him. Ose kishin vendosur para nën tavolinë për të bërë korrupsion, pra që ta ndihmonin But përmes nothing helps. korrupsionit, por nuk e kishte ndihmuar as kjo. But at the same moment, 3 ladies were standing at the window and looking at X-ray. Por në atë moment ishin 3 gra që po shndronin pranë dritares edhe po shikonin rrezet. And I asked what's happened. Edhe thash çfarë po ndodh këtu. And they showed me the one lady has 3 kidney stones like the thumbnail. Dhe kishte gura të vegjël, pra kishte bërë nuska me gura të vegjël. Gurë në veshka. Okay. Kidney stones. Kidney stones, yeah. And so I asked if she wants, we can pray so that the kidney stones will Pra go njëra away. nga këto gratë vuante me gurë në veshka dhe e pyeta nëse mund të luteshin për të, që të shërohej. And so she said, okay,
if it doesn't work, it wouldn't hurt. Edhe ajo tha, nëse funksionon, nuk do të më lëndonte kjo gjë, kështu që mund të luteni. So she sit down there and Ul aty pra në I vendin just ku ishte. put the hand I in the vendosa area of the dorën kidneys, time në veshkën e saj. and I just say, I command the stones to go. Edhe u luta duke urdhëruar që gurët në veshka të zhdukeshin. And in this moment, it's normal that you cannot see because the stones did not come somewhere out on the tablet. Në këtë moment ti nuk mund të shikosh diçka fizikisht të ndodh sepse duhet kryesh një grafi, një eko për t'i parë. And all the friends, they make some jokes about it and they say, oh, it's stupid. Edhe madje ato miqtë e këtij zotrisë tha, çfarë po bën ky, domethënë, diçka jo normale. And this lady said, oh, I feel something Dhe zonja moving për cilën u lutëm, ajo tha unë ndjej që diçka lëvizi from the kidney to the vertebrae. nga veshka ime, diçka lëvizi. But nothing was to see. Pra, por nuk shikohej Because asgjë. she was a nurse next morning at the workplace. Ajo in the ishte hospital? shkuar në vendin e saj të punës, punonte në The spital first step to make an ultrasound. për të bërë një eko. And then you could see no stone. Dhe nga eko doli që nuk ishte më gur në veshka. And then she takes the telephone and everybody knows it's in very Merr short time. telefonin edhe ajo e dinte që të gjithë ishin të shpërndarë në punët e tyre. And from this time on, every day we had lunch and dinner in different houses. Dhe në ato orë, në çdo ditë pra tjetër që pasoi, ne hanim drekë së bashku edhe kalonim edhe darkë së bashku. So we traveled with our friend in his hometown, 100 kilometers on the east Pra me area mikun from ton the ne city. shkonim edhe udhtonim me kilometra për të shkuar edhe deri në lindje të And everybody qytetit. of his friends already knows about the kidney stones. Edhe të gjithë miqtë e tij e morën vesh këtë ngjarjen që kishte ndodhur për shërimin nga gurët në veshka. And so some ask, can Jesus also heal this and that and so on? Pra ata e kuptuan që Jezusi kishte shëruar këtë, kishte bërë këtë gjë. One can also heal from cancer. Madje dikush u shërua edhe nga kanceri. And 3 weeks, every day, nearly all sick people got healed. Pra për 3 javë, pothuajse çdo ditë kur ne takonim njerëz, shërohej dhe çlirohej një person. And I was just wondering that Jesus loves Muslims so much. Edhe unë thjesht pyesja veten edhe thoja me veten time që Jezusi I do kaq shumë njerëzit musliman. Because the most of them, they had dreams and visions in the night. Sepse ato kishin, ato shikonin ëndra dhe vizione natën. And because of that, as they see Jesus, Edhe ndërsa shikonin Jezusin për shkak të kësaj, it was easy to receive Jesus as the king. ishte më e lehtë që ta pranonin Jezusin si mbretin e tyre. You know, Muslims, they have the problem because Christians say Jesus is the Son of God. Pra, muslimanët kanë një problem, sepse kur ne themi që Jezusi është biri I Perëndis, And one of this person, they got healed, they were so nervous and they run to the imam edhe një nga këto persona që u shërua, thjesht u bë kaq nervoz sa që shkoi tek imami to pick the imam up and say, come, për ta marrë imamin dhe për t'i thënë eja, you have to see this. ti duhet ta shikosh këtë që po ndodh. And the imam was very angry Edhe ai u inatos kaq shumë imami, because of this Jesus is not the Son of God. për shkak të kësaj që ne shpallim që edhe thoshte që jo, Jezusi nuk është biri I Perëndis. And I asked the imam, how did Jesus become life? Edhe pyesja e imamin se si Jezusi u bë jetë pra. Was it through a man? A ishte përmes një njeriu? Si erdhi ai në jetë? And he says, no, it was God. Dhe thoshte jo, ishte Perëndia. It's description in Surah Pra Surah janë number 3, vargje so që far janë I për know. suret. And I said,
Oh, interesting. Edhe I thoja interesante. If it happens through God, Nëse ka ndodhur përmes Perëndis, who is then the Father? kush është Jati, pra Of kush Jesus. është babai I Jezusit? Ay, ay, ay. And then, Dhe më pas, if God is the Father, nëse Perëndia është Ati, pra babai, from whom is he the Son? nga kush pra ka ardhur ky bir? He did not have an answer anymore. Nuk e kishte një përgjigje imami për këtë. He ran out a little bit angry. Madje edhe kur iku I inatosur, I acaruar. But we have every day lunch and dinner, Por çdo ditë ne hanim drekë së bashku, hanim darkë së bashku. we heal the sick, Shëronim të sëmurët and after that, dhe mbas këtyre ngjarjeve, nearly all receive Jesus as the Lord and the po King. thuaj se të gjithë këta persona që ishin rreth e qarknesh e pranuan Jezusin si Zot dhe mbretin e tyre. And through the nights, Edhe gjatë netëve, we go to the beach, shkonin pra për gjatë bregut të detit, not for swimming, ë, not for swimming, jo për të bërë not, just for baptizing all the new por guys. për të pagzuar të gjithë këta që ishin rilindur, që e kishin pranuar Jezusin. I just want to encourage you Unë dua t'ju inkurajoj to know that God the Father për të ditur që Zoti, Ati, loves Muslims so much. ai do muslimanët kaq shumë. I nearly never met Christians, they dream about Jesus. Edhe unë nuk kam parë kaq shumë pra të krishterë që të ëndërrojnë për Jezusin. But I know so many Muslims, they dream about Jesus. Por di që shumë musliman ëndërrojnë Jezusin. And for you, I just encourage you Edhe për ju që jeni këtu, unë dua t'ju inkurajoj to eat together. për të ngrënë së bashku, And then if you see there is a need, edhe kur shikoni që ka një nevojë aty në grupin tuaj, and then you will realize how the Holy Spirit will lead you. do të kuptoni se si fryma e shenjtë do t'ju drejtojë. And if you do what He is leading you, Edhe nëse ju bëni atë çfarë ai ju thot, edhe se si ai ju drejton, you will see a wonderful fruit. do të merrni pra një mrekulli, një gjë të mrekullueshme. And in the end, Dhe në fund, who will be led by the Holy Spirit, ata që do të drejtohen përmes frymës së shenjtë, they are sons of God. janë bijtë Perëndis. So this is amazing. Edhe kjo është diçka e manitshme. Jesus Christ is the first, Jezus Son of Krishti God. është I pari biri Perëndis. and because He opened the door, Edhe për shkak se ai hapi dyert, everybody who is led by the Holy Spirit kushdo që është I drejtuar nga fryma e shenjtë, becomes the authority to be a son pra of God. bëhet në autoritetin e birit, bëhet një bir I Perëndis. If you feel little Nëse ndihesh I vogël, or if you feel strong, apo ndihesh, domethënë, I pafuqishëm It ose doesn't I matter. fortë, nuk ka rëndësi. I will encourage you Unë dua t'ju inkurajoj to allow the Holy Spirit to lead you. për ta lejuar frymën e shenjtë që të drejtojë. Amen. Amen. Who received not this card yesterday, Ne kemi marrë një nga këto kartolinat dje në seminar. take one. So it's encouraging Mund ta that merrni. if you një. feel little, Pra nëse ti ndjehesh I vogël, you have a good potential to be strong. ke një potencial të madh për të qenë I fuqishëm, I I lay it fortë. here and you pick it up. Do t'i lejoj këtu, do t'i lë këtu, edhe nëse doni që të merrni një, jeni të lirë. Okay, thank you. Let's switch. Praise the Lord. Lavdi Perëndis. I'm happy to have the opportunity to be today with you. Jam shumë I lumtur që kam mundësinë për të qenë këtu me ju sot. I need to be fast so that you can go home quickly, Duhet jemi shpejt në mënyrë që edhe ju të shkoni në shtëpi pastaj, but you don't have your Bible here. por
Më duhet një Bibël nëse mund të më ndihmoj dikush atje mbrapa. Më mirë kështu fizike. Faleminderit. And we will go to the Gospel of Matthew, chapter 11, Do të shkojmë tek Ungjilli i Mateut, kapitulli 11, and we will read the verses 28 through 30. dhe do të lexojmë vargjet 28-30. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Dhe ai thot, e jani tek unë, të gjithë ju të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap shplodhje. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Merrni mbi vete zgjedhjen time dhe mësoni nga unë, sepse jam zemërbut dhe i përulur nga zemra, dhe do të gjeni çlodhje për shpirtrat tuaj. For my yoke is easy and my burden is light. Sepse zgjedhja ime është e butë dhe bara ime është e lehtë. When I was praying this morning about what the Lord wants to say to you today, Kur po lutesha këtë mëngjes se çfarë Perëndia dëshiron t'ju thotë ju në këtë mëngjes, it became very clear that the Lord was saying rest. u bë shumë e qartë që Perëndia dëshiron të thotë shplodhu, That qetësohu. that the Lord wants you to enter his rest. Edhe ai dëshiron që ju të hyni në shplodhjen që ai jep. And there is something about the yoke of Jesus Edhe ka diçka rreth barës së Jezusit, that I would like you to understand in verse 30. që do doja ta kuptoni, sikur se thuhet edhe tek vargu 30. So now I'm asking you, how does it say in Albanian, for my yoke is what? It's soft and it's easy. Okay, I'll tell you the original Greek because it's very important. Do t'ju a them se si është nga fjalët greke, sepse është shumë e rëndësishme këto dy fjalët, e butë dhe e lehtë. For my yoke is Christos, it reads. Pra, fjala zgjedhja ime është Kristos. Now, but that's not the Christ as Jesus Christ. Por That's nuk another është word. Krishti si Jezus Krishti, është një fjalë tjetër që del në pa. It's written differently. Është e shkruar ndryshe. But what it means is this. Dhe kuptimi i saj është kjo. If you put on the yoke of Jesus, Nëse ju vendosni zgjedhjen e Jezusit, it is beneficial for you. It does good to you. është fitimprurse për ty, të bën mirë pra. And then the second word, it is light. It does not have weight. Edhe fjala tjetër është që është e lehtë, nuk ka një peshë të caktuar. So what it says in effect is this. Pra, çfarë thuhet edhe çfarë ndikimi ka është kjo. If you need rest Nëse ti ke nevojë për shplodhje, because you're so pressured, për shkak se ti je kaq shumë nën presion, you feel so heavy by life and the problems of life, ndihesh kaq i rënduar nga jeta edhe problemet që jeta të ka sjell, the solution is not just to believe in Jesus. edhe zgjidhja nuk është vetëm të besosh tek Jezusi, In fact, the solution is por në fakt zgjedhja është to put on the yoke of Jesus. është të vendosësh zgjedhjen e Jezusit, pra barrën e tij. That means to co-labor with him, to work with him. Edhe kjo është të bashkëpunosh me të, të jesh bashkulltar me të. And that will not be a heavy burden, Dhe nuk do të jetë një barë e rëndë, but it will be good for you. por do të jetë mirë për ty. It is not difficult to carry, Pra nuk është e vështirë për të mbajtur, but more than that, it is beneficial, por më shumë se kaq është fitimprurse, and the greatest benefit is that it will give you rest. edhe përfitimi më i madh është që ti do të marrësh shplodhje. Now, I want you to remember the first words of Jesus when he rose from the dead. Dua të mbani mend të kujtoni fjalët e para që Jezusi tha pasi u ringjall. We read them in John chapter 20. Ne I lexojmë tek Gjoni kapitulli 20. And the story begins at verse 19 when he appeared to his disciples. Edhe tek vargu 19 kur ai shfaqet dishepujve të vet. The first thing he said is, peace to you. Edhe gjëja e parë që ai thotë është që paqe për mbi ju. And then he spoke a second time and said again,
peace Edhe to ai you. foli sërish edhe filloi sërish duke I thënë paqja për mbi ju. Now, in the Bible, when God speaks the same thing twice, Në Bibël, kur Perëndia vendos që t'i thotë gjëra 2 herë, it is very important janë shumë të rëndësishme, because it is not only a confirmation, sepse jo vetëm që janë një konfirmim, but it's also something that he does quickly. por është diçka që ai e bën shumë shpejt. But I also have a theory why Jesus said it twice. Por gjithashtu kam edhe një teori pse Jezusi I thot 2 herë. To understand it, you need to know how the Jews greet. Për të kuptuar, ne duhet të dimë se si hebrejt përshëndesnin. Now, you in Albanian, you say what when you greet one another? You say what? Ne themi si je, si kalove. Okay. In Greek, that's not easy. In Greek, we say yasu. Në greqisht themi jasu, përshëndetje, domethënë si je. The Jasu. Jasu. The Jews say Ndërsa hebrejt thon shalom. shalom, që do thot paqe. So they are very accustomed to hearing shalom. Pra janë të mësuar duke dëgjuar fjalën përshëndetëse shalom. So I think when Jesus appeared to them and he said shalom, Kur Jezusi, unë mendoj që kur Jezusi ju shfaq edhe tha fjalën shalom, paqe, for those who heard it, they thought Jesus was just greeting them. për ata që e dëgjuan, ata menduan që vetëm po I përshëndet. And so he needed to say it a second time Kështu që ati ju desh ta thoshte edhe një herë tjetër të dytë, because he wanted them to understand, sepse dëshironte që ata të kuptonin I am not just greeting you. që unë jo vetëm po ju përshëndes, I am imparting peace to you. por po ndaj paqen time me ju. And you know, peace brings rest. Dhe e dini që paqja sjell shplodhje. And in fact, the word shalom Dhe në të vërtetë fjala shalom does not mean just peace. nuk do të thotë vetëm paqe, It creates an environment. por krijon edhe një situatë pra rreth e qark. Okay, now I'm going to close in the next few minutes, very few Do ta minutes. mbyll për pak minuta. So you have your last opportunity to receive something from me, Keni mundësinë e fundit për të marrë diçka. or për të maybe from the kuptuar. Lord this morning. Ose ndoshta për ta marrë nga Perëndia këtë mëngjes. So all I need from you is 2 minutes of attention. Gjithçka që dua nga ju është më jepni 2 minuta vëmendje për qëndrim. And maybe you will receive that which Jesus imparted to his Edhe me disciples. siguri do të merrni atë çfarë Jezusi ndau me dishepujt e tij. When you know who God is Kur ju e dini se kush është Perëndia, and you know what he does edhe e dini se çfarë ai është në gjendje të bëjë, and you know what power he has edhe e dini fuqinë që ai ka, and you actually are willing to receive from him edhe madje jeni të gatshëm për të marrë nga ai when he speaks, kur ai flet, if you pay attention nëse ti je I vëmendshëm, and if you do not harden your hearts, edhe nuk e ke forcuar zemrën tënde, ngurtësuar, if he says to you, edhe ai ju thot, shalom, shalom, then something is coming upon you. diçka është duke ardhur afër teje. And that's what I am saying to you today. Dhe prandaj un po ju them sot juve këtu, Shalom. shalom. Ajo që ti ke siguruar për gjithë secilin sot. Lutem Zot që ti do të bekosh ata Zot, do të bekosh jetët e tyre. Do të bekosh familjet e tyre Zot. Do të sigurosh për ta Zot. Zot, të lutem që çdo e ardhur që u dha Zot për kishën tënde, të lutem që të përdoret për të arritur njerëz Zot Jezus për betërinë tënde. Faleminderit Zot që ti siguron gjithmonë për kishën